e shohim një dritë shumë të fortë, është ajo ndoshta fjala kryesore që thot futbollin e Kosovës. Edhe sigurisht se edhe në këtë ndeshje ka hi me sigurinë më të madhe për me fitu ndeshjen, po e kemi pa një Drenicë shumë të konsoliduar. Unë po e shoh një lojë taktike pak më të mirë të Drenicës. Ndoshta vendosja taktike është diçka më e mirë, edhe lojtarët janë më shumë. Është kjo si pasojë e trajnerit të ri? Unë mendoj që mund të jetë dora e trajnerit, edhe pse ndoshta është akoma herët, po gjithsesi e shoh një Drenicë të harmonizuar në çdo repart, edhe shoh një Drenicë që lufton, edhe ka një besim në çdo repart, mund të themi, sidomos mes fusha, ka një besim që e mban topin, e thanë edhe trajnerat më herët, që qarkullimi i topit ka qenë në pjesën e parë i Drenicës. Pra, gjithsesi një dritë që po i shohim vetëm në highlights, që po shohim është që ka qenë sigurisht më sulmuese, edhe ka kriju raste shumë të mira. Gjithsesi minutat e fundit goli është edhe më i ëmbël se sa me u shënu ndoshta në minutat më hershëm, po drita është dritë edhe nuk ndalet asnjëherë, të e pas si bazë që kanë kontingjent shumë të lartë lojtarëve, edhe ato zavendësimet e fundit që janë bë, sigurisht se i dhan fryt edhe ndoshta shprit. Po gjithmonë kjo si ndimes e Drenicës që në sfund që përmendë edhe më herët nga panelist, që Drenica u tërheq mbrojtje në vijën e parë të mbrojtjes, edhe i ka dhënë mundësi të Dritës që të jetë afër golit të Drenicës.